Atëherë, Mister, si vjen skuadra nesër para ndeshjes me Vorën? Nesër kemi kundër Vorës, po jashtë, tani mas Shkodrës kemi problemi i vogël, kur i thash problemi i vogël, kemi problem me kartonat. Domethënë jashtë është Tetoshi, Sigi dhe Emiri, plus Bruno dhe Jani. Por kjo është situata, domethënë tani kjo është situata, kemi lojtarët e tjerët, patjetër një ndeshje vështirë si çdo javë, por kam shumë besim si gjithmonë me çunat e tjera dhe edhe deri nesër do rim gati. Megjithatë mungesat janë të shumta, sa mund ndikojë në lojë? Patjetër, po, kemi 6 mungesa. Patjetër kjo është një minus për ne, por nuk është era parë. Domethënë çdo javë, 4-5 java fundit kemi problemet me mungesa, sepse jemi afër fundit kampionati, kemi lojtarët me kartona, lojtarët lodër, dëmtuar. Domethënë kjo është situata minus vogël për ne, por e thash unë, edhe nga fillimi edhe gjithmonë, neve do provojmë, do bëjmë maksimum me lojtarët çfarë kemi, lojtarët e tjerë është gati, është një shansë e mirë për lojtarët. Domethënë do provojmë, do bëjmë maksimum. Tre ndeshjet e fundit ndaj tre ekipeve që luftojnë për mbjetesë, avantazh apo disavantazh? Nuk më të them është avantazh, edhe nuk më të them është disavantazh, domethënë është një luftë 3 java fundit, por jo vetëm ne, sepse edhe nëse jam drejt, edhe Shkodra ka një kalendar i fortë, Ignatia, ndoshta Dinamo, Partizani, domethënë është luftë çdo javë. Patjetër është vështirë sepse Vora, Ballshi, Tirana ata do luftoj fort si çdo skuadra, edhe neve do luftojmë fort, kemi nevojë për pikat. Është një vështirësi për ne, por si gjithmonë neve do luftojmë javë për javë dhe pastaj në fundin e kampionatit mund të flasim pak për llogarinë. Ne jemi mirë kur jemi në vendit parë apo jo. 3 javë nga fundi morët kryesimin. Sa e vështirë do të jetë për ta mbajtur? Është vështirë, por edhe është si do të them në shqip, edhe realistik. Domethënë neve do luftojmë, kemi një mendje, do rim sipër si gjithmonë si nga faza parë, do luftojmë fort edhe pastaj mas 3 javës do shikojmë gjithë bashkë si jemi.